4 turistë u bllokuar në kanionet e Gjipes, pjesë e territorit të bashkisë së Imarës mes ditën e së dielës. Ata kishin dalë për të eksploruar në terrenin e vështirë të Gjipes, kur papritur ra në një gremin dhe njëri prej tyre pësoi fraktura. Pas lëshimit alarmit SOS me njëherë drejt vendit, u nisën stacioni policisë së Dërmiu dhe njësia e zjarrfikse së Imarës. Për shkak të situatës së vështirë të terrenit, por dhe dëmtimeve të një prej turistëve, u kërkua ndihmë shtesë. Në vend mbritën forcat e policisë Delta në Vlorë, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, një grup alpinistësh, ekipi mjekësor, si dhe në të njëjtën kohë u koordinua dhe një operacion me helikopterin e forcave të armatosura nga ajri. Pas disa përpjekjeve nga ajri, helikopteri arriti të shpëtonte në gjendje të mirë shëndetësore 2 turistët e parë, rreth orës 20, por për shkak të errësirës dhe terrenit u detyrua që operacioni të vijonte nga toka për nxjerrjen e 2 turistëve të tjerë. Ndërsa operacioni vijonte nga toka në kushte jo në favor për shkak të errësirës, por dhe terrenit të vështirë, ekipet nga toka arritën të nxirrnin rreth orës 23:15 dhe 2 turistët e tjerë, ku siç duket dhe nga pamjet, njëri prej tyre me fraktura duke u transportuar me barel. Ky është rasti i dytë brenda 48 orëve që turistët e huaj në kërkim të njohjes së natyrës humbin kontaktet apo rrezikojnë në terrene të vështira. Më herët në kanionet e Gjipes, 2 turistë babebi nga Rumania pësuan të njëjtën situatë me fraktura.